më pyetje po t'ishte 2021. Jo. Kjo është tani kur më pyet për komunikimin publik, më pyet për analizën. Tani edhe Cezarit, po t'jepe një mundësi e dytë mbase do shkonte në mbledhjen ku Bruti dhe Krasi. Tani më pyete për komunikimin publik. Tani më bë pyet tjetër që të vazhdoj, se nëse më thua për komunikimin publik. Sa votë do prodhoj ky komunikim publik atëherë? Meqense do që të pyesja. Po, se kështu qëndron. Raporti drejt për drejt. Tani mos thuaj çfarë mund të bëj. Çfarë bënde iku? Prodhon vota? Tani ne nuk kemi statistika të mirëfillta që të kuptojmë që sa vota prodhon ky komunikim publik. Por ne kemi entuziazmin që e shikojmë tek mbështetësit e tij. Ajo është e matshme. Po të shikosh prej situatës që është dhe akoma e vështirë, Zoti Basha takimet që ka bërë në qarkun e Tiranës dhe që i ka mbushur sallat e veta, tregojnë që ata antarë që janë aty e kanë dhe e kthejnë si metodologji që 7/7/313 i kthen Ramës si përgjigje. Kjo është e goditur si slogan. Dhe pjesa tjetër, Marsit, a prodhon kjo vota? Ne nuk kemi statistika, të asnjë force politike që çfarë votash prodhon PR-i. Por ne kemi statistika të botës jashtë që paguajnë qimet e kokës për të marrë grupe PR-i. Nuk të paguan sot as në Amerikë, as në Perëndim, në asnjë zonë të Europës së zhvilluar, nuk paguan njeri kot grupe PR-i kur ato nuk prodhojnë. Ajo prodhon Marsit edhe për të rregulluar ty imazhin. Sot Zoti Basha në opinionin publik i ka sfumuar gjithë aktorët politik. Ka kjo të paguar, Marsit? Është e drejtë. Ama mund të them një pyetje që se ti thua për votat, por ne nëse qëndrojmë në imazh, ai ka sfumuar gjithë. Jam dakord që kjo e riktheu fuqishëm skenë madje dhe e kanë kopjuar. Dhe strategjia e tij për të vajtur në emisione të cilat e kanë ridikulizuar dhe kanë pasur objekt tallje, pash djem, duket kishte qenë tek ata të Çmendinës dhe në GOP TV. Ata na kanë edhe neve, i përshëndesim çunat, po. Gjithashtu e kam parë që ka vajtur edhe në një sër podcaste, siç është podcastin Spag nga një gazetar Malqori, i cili është një gazetar i nderuar dhe e përshëndesim. Mendon që kjo strategji pra, e cila po mundoi të kthejë në armë pikën e tij të dobët, do i përkthehet edhe kjo në votë? Sepse unë mendoj që dalja e tij nga formati i djalit të moderuar, i djalit i cili është i shkolluar, i hekurosur edhe kështu me gati shumë formal. Zoti Strazimiri kishte thënë nuk mund të bëj rolin Rrugaçit, i njëri që deri dje ka qenë i hekurosur dhe pa një rrudhë në xhaketë dhe në Zoti Strazimiri në këmish. Nuk po e tha Zoti Strazimiri. Kur shikon tha e marr vesh, pa i thotë që kur shikon një djalë i cili është djali modeli i klasës të bëj Rrugaçit dhe Unikatilin, thotë kjo është pa sens. Sinqerisht. Pa ti mendon që deklarata se Zoti Strazimiri nuk vlen? Unë nuk dua të merrem shumë me Zotin Strazimiri se merrem shumë fare, por nuk e kam dhe për shkak të qëndrimeve të mia Marsit, u vi dhe mundohem të jem shumë në anën dhe të analizoj në formatin e një gazetari gjithë zhvillimin. Zoti Strazimiri ka qenë nga opozitarët e cili është dhunuar nga ata që kanë qenë përfaqësues të grupeve kriminale, mos harroj, është rrahur dhe me rrip. Unë e di shumë mirë, në korridoret e kuvendit dhe nuk është e pakët. Jo, ai tani jo ti të pakët, po ajo duhet ishte kryefjalë për Zotin Strazimiri, po ai heshti. Nuk e di pse nuk arriti do ta shfrytëzonte, a kush ja mbylli gojën. Nuk e di. Sepse ajo çfarë ndodhi Strazimirit, ti ndodhte një opozitari do ta kishte armën më të fortë për ta ngritur si kryefjalë mbi padrejtësinë që u bë. Por nuk e di në fakt kush ja mbylli gojën Zotit Strazimiri që nuk reagoi më. E la vetëm aq që ta rrinin. Por nuk reagoi më me fjalë. Këtë do duhet fakt të na i thotë Zoti Strazimiri që jo, të qëndroj tek çështja tani. Tek pjesa e që më thatë. Duhet kuptojmë Marsit që Zoti Basha nuk po repovat. Zoti Basha nuk po merr vargjet Unikatilit dhe po i citon. Zoti Basha bën një shenjë që është batut që thotë është 4, pra tregon dhe numrin e vet, pra kjo shenja e hip-hopit. Unë jam i apasionuar pas hip-hopit. Ju bashkon kjo gjë Euroatlantikëve të gjithë. Jo, më po. Unë jam i apasionuar që kur kam qenë i vogël, unë nuk është se ishte Euroatlantike, kuptoj. Që pa Euroatlantik ka qenë një formë rebelimi, pra muzika e hip-hopit është formë rebelimi, është revolt. Dhe Zoti Basha nuk po repovat, nuk po citon vajzë, thot 3 fjalë
vendos fjalën ato, vendos 77-313, vetëm vjen muzikore, melodin, kaq. Dhe kjo gjetje ka bërë që edhe njerëzit, se e di çam ka bërë përshtypje Marsit. Çfarë? Tani dalin aktorë të opozitës dhe komentojnë zotin Basha. Ore, zoti Basha, sot që ne flasim, nuk ka asnjë vendimarrje. Ore, dhe po të gaboj, dhe po në qoftë se ai gabon me këtë vendimarrje, do t'i ketë koston vete. Tani dalin gjithë aktorët politikë dhe thonë, po gabon shumë, nuk i shkon zotit Basha kjo gjë. Po ti mos u merr me zotin Basha, mos e ti ke kundërshtar zotin Rama. Lere të gaboj, ky që të fitosh ti pikë. Se tani, a janë në fronte të ndryshme këta, se këta nuk janë asë një koalicion. E kanë, sepse kanë pasur përfaqësues Partisë Demokratike, ka qenë i ri, për shembull Flamur Noka ka dalë në protesta, ka thënë ndiqni liderin e opozitës. Se normalisht mund ta ketë një lloj shfryrje. Nuk qëndron vetëm te zoti Flamur Noka, qëndron te gjithë aktorët politik, po të them, të gjithë. Zoti Flamur Noka e ka bërë qëndrimin e vetes, shikon kundërshtarej zotin Basha, se nuk e linin parimet. Parimet janë me këta tjerë. Shabanin, Lapajn, Ali Beajn, që janë këta aktorë se janë një sër. Këta tani vlla dalin dhe thonë që nuk i shkon ajo. Po ata nuk thonë shqyqy që ky po gabon. Se tani ti jesh politikan. Ore, është si puna të jemi ne rival në gazetari, Marsit në njëjtin orë emisionesh, dhe unë të shikoj që ti po gabon dhe unë vi të them, Marsit po gabon ti. Shikoj, ka diçka se apo janë zemër mdhej. Mund prodhosh sensacion se mund dalit e Taulant Balla me këngën e Dudës Loja Pam Pam. Pra atë që ndodhi në 2021 në Elbasan. Edhe mund krijoj sensacion të madh, po është ngjarje tragjike. Një person i cili ka qenë simpatizant dhe një nga njerëzit i cili ka sakrifikuar dhe është në burg, kurse ai tjetri është viktim. Kjo nuk mund të thënë një sensacion. Kjo pjesa ku të metën shokët, por këta shokët kanë vjedhur taksat tona. Mua nuk më intereson ku i bëjnë shokët Ramës, më intereson ç'do bëjnë me taksat. Ajo s'ka lidhje me ku të metën shokët, po ç'a lidhje ka kjo me atë që i thot Basha Ramës? Se s'ta kuptova këtë që. Ai thot pse ke ngelur vetëm edhe si duket i çan thot pse ke ngelur vetëm. Ku i ke shokët do thot çe vetëm. Ai i thot vlla, ku je me ata që e nisi rrugën, kanë firmosur për ty, i thon, edhe ty të pret ajo gjë, sepse nuk e kanë bërë vet ata. Kjo është ajo që i thot ai, 77, prandaj i thot ai, ku metën shokët. Po prandaj duhesh ti se ekspert komunikimi, unë duhet ma thjeshtos të dëgjoj mua dhe gjithë vetëm. Domethënë, o Marsit, unë ndihem shumë siklet sepse më bie, domethënë nuk do të them barra se është fjalë e madh, por duke qenë se dalë dhe flas atë që ndjej, edhe kam të gjitha ato mendimet e mia, madje unë them pse këta euroatlantikët nuk dalin të përforcojnë këto thirrje, por rinë dhe struken dhe duhet jenë më të betejës, edhe në përballë, edhe neve edhe na mundin e do na mundin se debati i desh është kjo, por njeriu del dhe e flet atë që mendon. Me Kosovë veta, se Kosovë do mbash. Pyetja e fundit për ju zoti Peçi, dhe